juaj sot është më i besuar, e i besueshëm se kur më parë. Kuletën ja kemi besuar Hekuran Muratit, parlamentin ja kena besu Dimal Bashës, e tash ju mbetit juve që Ferizajn t'ja besoni Enver Halitit. Qështu qysh jeni mas 3 ditëve në këtë orë, si kur tash, jo në këtë salë, por në shesh atje në Ferizaj, ta festojmë bashkë fitoren e Enver Halitit e të lëvizjes vetëvendosje. Ferizaj nuk nënshtrohet dhe gjithmonë kërkon më shumë për qytetarët e tij, dhe këtë më shumë, këtë shumë më shumë, e ofrojmë ne me subjektin ton vetëvendosje, me numrin kësaj radhe 105, edhe me këtë kandidat të jashtëzakonshëm për kryetar Enver Halitin. Në lëvizjen vetëvendosje, Ferizaj do ta ketë ngrohtorën e vetë qendrore, se nuk mujmë na me nxe Ferizajn veç me tubimet vetëvendosjes. Faleminderit shumë, e tash e ftoj atë që na ka mbledhur gjithë neve në prag të këtij shansi unik, dielën e 12 tetorit, kryetari im e kryetari juaj pas të dielës së votimeve, Enver Haliti, e ftoj të më bashkangjitet këto në skenë. Borgji aktual i komunës rëndon buxhetin e Ferizajt, do të shlyhet hap pas hapi dhe unë ju garantoj se do të punojmë pa u lodhur për të kthyer financat e shëndosha në komunën tonë Ferizaj. Kjo vot është për të armën e fëmijëve tanë, për të mirën e mirëqenien e familjeve tona, për nderin e prindve tanë që ndërtuan këtë qytet me munde me djers. Mos lejoni që zëri juaj të heshtet, dilni dhe bëjnë Ferizajn fitues. Unë kam besim të plotë në ju.